Në aspektin e numrave do të flasim me qenë se tash jemi në proceset e konstituimit të kuvendet dhe më pas edhe të formimit të qeverisë, duhet të sigurohen numrat e nevojshëm që janë 61+. Kësaj ne do të shkojmë nga viti i pavarësisë e tutje dhe të shohim se cila qeveri ka pasur më së shumti numra, më së shumti vota në ditën e inaugurimit ose votimit të ekzekutivit. Kësaj po e nisim me qeverinë e parë të vitit pas pavarësisë, ishte qeveria Thaçi, që pati jetëgjatësinë nga janari i vitit 2008 deri në nëntor të 2011. Kjo qeveri kishte arritur të marrë plot 85 vota për, 22 kundër dhe 4 abstenime. Ndërkohë, kjo qeveri është edhe qeveria me më së shumti vota që ka përjetuar historiku i Kosovës nga pavarësia e tutje. Në këtë qeveri ishte një koalicion i madh i asaj kohe mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe pakicat, me qenë se pakicat kryesisht janë në secilën ekuacion të qeverive për shkak të obligimeve kushtetuese që obliguohen qeveritë e Kosovës që t'i marrin edhe pakicat dhe të bëhen pjesë e qeverisë apo ekzekutivit. Pra, kjo qeveri ishte qeveria me më së shumti vota të aprovuara në ditën e inaugurimit të udhëhequr nga kryeministri Thaçi. Vijojmë tutje. Po ashtu, pas Thaçit 1, erdhi përsëri Thaçi 2, qeveria e udhëhequr nga ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Në këtë raund, pra në zgjedhjet në ditën kur u inauguru kjo qeveri në shkurt të vitit 2011, arriti t'i grumbulloj plot 65 vota për, 1 kundër, ndërsa abstenime nuk ka pasur. Në këtë rast, Partia Demokratike e Kosovës për t'i marrë këto vota të mjaftueshme për ta formuar qeverinë, arriti të bëjë një koalicion me AKR-n, Aleancën Kosova e Re të Behçet Pacullit, që në atë kohë kishte kogja shumë numra, diku në rreth 20 deputet i kishte në atë kohë. Më pas ishte një deputet nga lista Ibrahim Rugova, si dhe pakicat, ku arritën bashkarisht t'i marrin plot 65 vota. Këtë rast edhe kjo qeveri arriti të ketë një jetëgjatësi deri në vitin 2014. Pas vitit 2014 të udhëhequr nga zotri Thaçi, vjen qeveria e udhëhequr nga Isa Mustafa. Vjojmë tek grafika tjetër. Në qeverinë e Isa Mustafës, në kuadër të një koalicioni përsëri të gjerë mes Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike dhe pakicat, u arrit të mbledhen plot 73 vota. Kjo është qeveria e dytë më e fortë pas qeverisë Thaçi 1, ku arrin të mbledh plot 73 vota në ditën e inaugurimit, 38 ishin kundër dhe 2 ishin abstenime. Te këto kundër ishte interesante që në këtë rast ka pasur edhe brenda Lidhjes Demokratike, pavarësisht që kanë pasur kryeministrin, ka pasur vota kundër për shkak që ishin kundër një koalicioni të përbashkët me PDK-n. Kjo qeveri, pra qeveria e Isa Mustafës si kryetari i LDK-s, arriti të mbijetojë deri në maj të vitit 2017. Vijojmë tutje. Këtu e kemi qeverinë e udhëhequr nga kryetari i Aleancës për Armiqësinë e Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Ai arriti që përmes një koalicioni të ashtu quajtur PAN atëherë të asaj kohe, ku ishte përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Armiqësinë e Kosovës dhe Nismës, këta u votën bashkarisht në zgjedhje, pra si koalicion u votën në zgjedhje, me pas zgjedhjeve u bën edhe me AKR-n dhe pakicat. Gjithsej, në këtë koalicion qeverisës që arritën të mbledhin jo më shumë se 61 vota, ishin 22 parti. Ishte koalicioni ma i gjeri mundshëm, ndonse kanë arritur të marrin veç 61 vota minimumi i të mundshmes për ta formuar qeverinë. Kjo qeveri arriti të mbijetojë deri në korrekt të vitit 2019. Kjo qeveri, po më duket, i ka dëshpëruar të gjithë, i ka revoltuar të gjithë qytetarët, sepse këto e tutje fillojnë ndryshimet. Fillojnë ndryshimet. Veç nisin ndryshimet. Fillojnë ndryshimet në vitin 2019, ku arrin një triumf më i madh i lëvizjes vetëvendosje, pra një ndryshim i skenës politike nga partitë më historike, themi ashtu, të cilat janë kryesisht nga 35 vjeç LDK-ja, më pas 25 vjet PDK-e
a kjo aty dikun. Më pas pra vjen nga viti 2019 në zgjedhjet e vjeshtës të 2019-s, vjen qeveria, vjen në pushtet lëvizja vetëvendosës si fituese e atyre zgjedhjeve. Në këtë rast qeveria Kurti ne do të bëj koalicion me dikë për të marrë shumicën e nevojshme të formoj qeverinë, andaj bën një koalicion të gjerë me lidhjen demokratike pas disa muajve negociatave, ato takime të zgjatura që u koordinojshin për të takuar përsëri, arrin një koalicion në mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës, si dhe Pakicat, këtë rast arrin të marrin plot 66 vota, por interesantja e kësaj është që ka qenë qeveria më jetë shkurtër, pra plot 50 ditë të plotfuqishme, si dhe 50 ditë në detyrë. Pra 100 ditë qeverisje ka pasur kjo qeveri. Pra 50 ditë, këtu për llogaritën vetëm çështjet zyrtare, plotfuqishme, shkurt mars 2020. Pas kësaj vjen një qeveri tjetër jetë shkurtër, ajo qeveria e Abdullah Hotit, pra si pretendentës së bartës i listës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Zotri Hoti në këtë rast arrin të bëjë një koalicion me Aleancën Aleancën për Armiqtë e Kosovës, Nismen, AKR-n e Bexhet Pacullit dhe listën serbe. Në këtë rast ata arrin të grumbullojnë plot 61 vota, aq sa janë të nevojshme për ta formuar qeverinë. 24 ishin kundër, 1 ishte abstenim. Edhe kjo qeveri nuk pati një jetë gjatësi të madhe nga qershori 2020 deri në dhjetor 2020, kur u rrëzua për shkelje të kushtetutës për shkak të një deputeti që fatkeqësisht ishte ajo e mjaftueshmja që të rrëzohet kjo qeveri dhe të ulet pra për shkak të legitimitetit të një vote që bëhej fjalë për një deputet nga komunitetet, bëhet fjalë për Etem Arifin. Vjem tutje. Edhe këtu e kemi qeverinë e fundit, e cila ka pasur plot 67 vota, pra qeveria Kurti 2, që erdhi në shkurt të 2021 dhe përfundoi tani në vitin 2025. Kjo qeveri mori 67 vota, është parë, ndonse nuk ka pasur më së shumti vota, e pam që qeveria tha që ne dhe zotri Mustafa më pas ka pasur vota më shumë, por kjo është konsideruar më stabilja për faktin që ishte lëvizja vetëvendosëse dhe Pakicat. Nuk ka pasur koalicion me partitë tjera shqiptare, andaj ka pasur një stabilitet më të madh për shkak edhe të një suksesi ose fitore më të madhe të lëvizjes vetëvendosje në këtë lloj gare ose në këtë moment kur edhe ndodhet. Tash presim se çka mund të bëhet tutje dhe sa vota po sigurohet. Do të flasim vetëm pas orës 8 me Enisin dhe me të ftuarit të tjerë, ndërkaq që miq të dashur tani është koha për parashikimin e motit.